flasim për fyërje të tjera edhe më të mëdha. Flasim tu për mazhorancën e cila pritej që në këto zgjedhje të paktën kështu ishte diskutuar që do ishte më e pafavorizuar për shkak të hetimeve që drejtësia po bënte për shumë për eksponentëve të ngushtë, Partisë Socialiste, pjesë të kabinetit qeveritar. Dhe kur diskutojmë një fyërje përballë një vjedhje shumë madhe ose një korrupsion shumë madh, duket deri diku në peshore shumë një diferencë shumë e madhe. Po këtë nuk e shikojnë të qytetarët? Si thotë, e shikojnë? Po të pyes ty se... Po jo, jemi bashkë, se në njëtin kështu, në llogore jemi. Atëherë do ta shohim. Pyetja jonë është pra, çfarë shikojnë nëse nuk e shikojnë këtë gjë? Dhe unë them që, atë se masin dot. Më thënë, pra, nëse demokracia matet nga llogaridhënia dhe kryeministri nuk jep llogari, nuk jep llogari në parlament, nuk jep llogari në drejtësi, nuk jep llogari qytetarëve, nuk jep llogari medias. Medias i thot kamomil, i sugjeron kamomil në vend të në llogarisë. Çfarë presin? Sa fakte duhen më shumë që të ndodhi që ti ta kuptosh që ky po tallet me ty? Do të kam mbetur vetëm të ngrej zyrtarisht drejtorinë e talljes publike, domethënë, dhe ta bëj atë me disa dikastere, që se domethënë që ta zyrtarizojnë në këtë lloj pike.